Puna shkoj që... Se përfundove në Shqipëri njërë të di. Përfundove në Shqipëri sepse origjinët e mia janë në Shqipëri. Profesionist ke sektori parukerisë dhe berberisë. Nuk je berber. Jam në fillim, ditët e para, çdo gjë më vinte në mënyrë naturale. Nga krajtja flokut, nga marrësimat e mjeti punës. E absurde, edhe unë se besoj edhe. Ke qenë një talent i lindur pa e kuptuar. Ti shef të rinjt, janë të apasionuar, ose ato që vinë thjesht për të marrë një profesion që të përfitojnë nga ana monetare, apo e kanë vërtet pasionet? Atëre, janë që të dy. Kemi gjithë rastet. Shqipëria është njësoj si jugu Italisë. Shqipëria është njësoj identik flasë nga ana e flokëve. Po, nga ana e stilit. Po. Ti je profesionist se si mbjell flokët. Po, shumë herë. Zilia është shumë e madhe. E kam parë shumë Shqipëri shumë të fokusuar në zili. Të dashur miq, kemi vënë re që nga gjithë shikuesit mbi 70% nuk na ndjekin. Pra, në rast se ju pëlqen mesazhet dhe përmbajtja jonë, ju ftojmë na ndiqni ju lutem në rrjetet shoqërore dhe në YouTube duke bërë subscribe dhe follow që të kënaqim algoritmin edhe të vijemi ndukje. Faleminderit. Faleminderit. Tash unë mora komplimentet për nisje, mora frymëzim. Je shnoshur, flokët i ke skandale. Ani, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi që të kam sot ty. Tash na bëj një prezantim të shkurtër të vetes. Atëherë, unë jam Ani Hida, pedagog ke shkolla New Generation. Ka një vit që jam lidhur me shkollën New Generation, kemi bërë një marrëveshje pune. Kam jetuar gjithë nga viti 99 deri në 2023 kam jetuar në Itali, kam pasur eksperiencë jashtë Italisë. Dhe jam kthyer në Shqipëri, kazualisht. Kazualisht jam kthyer në Shqipëri. Më pëlqeu Shqipëria dhe puna shkoi që... Se përfundove në Shqipëri njërë të di. Përfundove në Shqipëri sepse origjinët e mia janë në Shqipëri. Jam në Shqipëri, po gjithë këto vite në Itali nuk kam pasur, nuk ka qelluar rasti, një motiv, një arsye që unë t'u ktheja në Shqipëri. Fëmijërinë ke kaluar deri në unë jam i 87-s dhe në 98 kemi shkuar në Itali, që kam qenë i vogël akoma. Nga që ke marrë theksin italian edhe dukesh si italian që ke ardhur në Shqipëri, jo si shqiptar që ke shkuar në Itali edhe je rikthyer. Okej. Po, dhe me gjuhë shqipe, unë para derisa nuk isha kthyer në Shqipëri, nuk isha shumë marrëdhënie të mira. Dhe gati nuk e flisja fare. E kuptoja, po nuk e flisja. Tashti jam përmirësuar ditë pas dite. Okej. Dhe kjo, nga ana profesionale jam profesionist ke sektori parukerisë dhe berberisë. Nuk je berber. Jam parukjar, jam të gjitha. Po të them në kuptimin që termi berber është çik kështu si... Berber, si i kufizuar. Si i kufizuar, prandaj. Edhe ky mund të jetë një argument. Për shumë vite puna e berberit ka qenë kufizuar, jo e vlerësuar në mënyrë korrekte. Dhe tashti në Itali ka shumë vite, ka një 15 vjet që ka marrë zemër prapë. Do thonë është bërë një si një revolucion, është bërë si një punë që ka vlerësohet. Okej, sepse dhe burrat kanë nevojë të kenë një vend, një pikë për veten e vet, për ku mund të shkojnë, të artohen, të shkëputen nga jeta kotidiane, jeta e zakonshme ditës. Siç e kanë femrat, siç e kanë gocat që kanë shkojnë ke parukeri rrin 3 orë, shkojnë ke estetika, shkojnë ke estetisti, okej. Që marrin atë spacion në kohën e vet. Dozën e fashëthemeve, them unë. Dozën e fashëthemeve. Dhe tani dhe berberi duhet të jetë. Unë kam parë në Shqipëri jemi pak mrapa, po kam filluar sidomos këtu në Tiranë dhe berberit të jetë një si pikë riferimenti. Po kur e ke nisur fillesat e tua këtë profesion? Fillesat e mia kanë qenë mas shkollës të gjimnazit. Dhe rastësisht kam shkuar provuar, se unë kam dhe motrën që aktualisht jeton në Londër. Ajo më shtyu, se ajo motra ime e kishe filluar te akademi në Itali dhe
tha pse nuk vjen të provosh. Unë nuk ishe shumë kja i mendim, po shkova. Shkova dhe që në fillim, ditët e para, çdo gjë më vinte në mënyrë natyrale. Nga krefja flokut, nga marrje si u mante mjeti punës, absurde, edhe unë se besoja vetë. Ke qenë një talent i lindur pa e kuptuar. Pa e kuptuar, kur nuk e kisha menduar që do merrja këtë rrugë. Dhe vinte çdo gjë natyrale. Dhe ke akademia ku mësoja e vlerësuan, e kuptuan dhe ato pastaj duke më shtyr çdo ditë që më drejtuan ke rruga e korrekte për marrë këtë si profesion. Do me thënë, eksperiencën e parë ke marrë në Londër? Jo, në Itali. Në Itali. Aktualisht motri më rri në Londër. Edhe ajo është parukere, punon me firma të mëdha. Po ajo që më dha input që të shkoj ke kjo akademi. Bëra 4 vite akademi, dhe nga ana teorike dhe nga ana praktike, ishe komplet 8 orë rrinim ke kjo shkollë. Mbas asaj fillova punën. Fillova punën ke qyteti ku jetoja në Itali. Kam punuar ke ky parukier që dhe sot të kësaj dite falenderoj se aty kam marrë gjithë segretet e punës, që është Renato Candian. Ka qenë baba dytë për mua nga ana profesionale. Kam punuar 12 vjet ke ky parukieri. Si kanë qenë eksperiencat e parë ose klienti i parë, mban? Klienti i parë isha ulljes. Duhet nuk punonin, komplet të bllokuar, por jo vetëm klienti i parë, por për java parë ka qenë komplet kështu, bilës me ankth, sepse unë dua gjithmonë që ke veni ku punoj, ku kam një marrëveshje pune ose edhe shoqërore, kem 100% të japë maksimumin, për respekt të personit që po të jep një mundësi pune. Edhe për respekt ndaj vetes. Ndaj vetes, kështu që ka qenë shumë tension. Pastaj me këshilla, pastaj me këshillat e personave që dinë më shumë, fillojmë. Dhe çdo gjë pastaj natyrale, me kurse aggiornimi, sepse një nga segretet e kësaj pune është që ti nuk mëson asnjëherë çdo gjë. Gjatë gjithë kohës ti mëson, dalin gjëra të reja që ti duhet mësosh. Ne mësojmë bazën dhe është një nga pikat kryesore ke akademia, ke New Generation ku unë jam tani, që piketoj që ti mësoj nxënësve të ri. Po çfarë gjërash të reja keni çdo ditë ju, se e di si thon brezi i vjetër që sidomos ke meshkujt, po jo dyqime keni çfarë bëni. Po ato dyqime bën diferencë. Janë më të komplikuara se këto që kanë shumë. Po, janë më të komplikuara, bën diferencë. Jo, flasim për 360 gradë, okay? Është një gjë shumë më e madhe se sa prerja e flokëve ke profesioni jonë. Është artë në vetë. Është artë në vetë, ne krijojmë. Ne jemi artizan, ne krijojmë. Kemi bazat, që bazat janë ato edhe nuk ndrohen, po pastaj je si një fletë e bardhë. Ne mund të krijojmë, kemi mundësinë. Çfarë vitesh erdhe këtu, u riktheve në Shqipëri? Atëherë, kthehem pak më. Nga aty pastaj në 2015 shkova, transferova në Itali, në Milano, dhe në Milano hapa aktivitetin tim personal të parin. Hapa aktivitetin në dyqanin tim, dhe ajo që një hap shumë i rëndësishëm nga ana profesionale. Normalisht se kur hap një aktivitet ke edhe përgjegjësitë të tjera, qytet i madh që unë nuk e njihja si qytet ku konkurenca stili është epiqendra e stilit normalisht Milano. Konkurenca nga ana profesionale është shumë e madhe dhe niveli shumë i lartë dhe u futën tregë me vështirësitë, po duke qenë i sigurt ke vetvetja. Unë besoj që Milano ka mësuar shumë gjëra nga ana profesionale, jam rritur shumë nga ana profesionale, fillova të kolaboroj dhe me ndërmarrje të rëndësishme si L'Oreal, Vela, Toni Ngaj, kam marrë pjesë ke Milano Fashion Week, si nga ana profesionale gjithmonë. Edhe ka qenë shumë. Si e prezantoje veten atje, si shqiptar apo italian? Anihida. Okej, Anihida, po si shqiptar? Po, origjina shqiptare, dhe sepse edhe vetë emri nuk është italian, kështu që. Ani është në fakt pak si neutral, nuk është se. Po, në Itali nuk ekziston si emër. Por e kupton, po je italian,
Edhe e shpjegoj gjithmonë, unë s'kam pas asnjëherë kompleksin që të them ja unë jam me origjinë shqiptare. Dhe sepse nuk është një zvantash. Aktualisht nuk është fare një zvantash. Po në atë kohë kemi qenë më të paragjikuar. Ai paragjikuari, por unë mendoj që personat duhet t'i njohim. T'japim mundësi që t'i njohim. Pastaj se je italian, shqiptar, anglez, bota, si thuhet është ajo shpreha, çdo vend ka të mira dhe të këqijat, apo jo. Kështu që s'e kam pas asnjëherë një kompleks. Kush e shifte si kompleks nuk meriton të besoj që ti të kishim një marrëdhënie. Kështu që nuk ka ndihmuar dhe shumë fakti që unë jam rritur aty. Dhe nga ana shoqërore, nga kemi bërë shkollat nga fillestare, nga klasa 4. Je integruar plotësisht kulturën italiane, edhe nga theksi i gjuhës, kështu që ishte të shikonin me sy tjetër, qartë që kisha shkuar në një moshë më të madhe, do kishin qenë këto vështirësi. Sigurisht. Ashtu, kjo është Po pse u shkpute pastaj në Milano? U shkputa sepse pandemia ndryshoi shumë jetën në Itali. Në fakt Italia ka qenë një nga shtetet me masat më të rrepta. Po, mas pandemisë kemi pas shumë vështirësi kur kemi rihapur aktivitetet, sepse gjithë kohën që kemi qenë mbyllur gati në 2 vite ne kemi punuar 6 muaj. Okej, po në këto 2 vite nga ana ekonomike shteti nuk na ka ndihmuar fare. Nuk ishit më shteti? Pak fare. Nuk mbjetoje. Jo, absolutisht. Mos kishe pasur një kalume të rëndësishme, më thënë që kishe mbledhur pak lek, nuk mbjetoje. Qerat, taksat, edhe këto kur s'punojmë kanë qenë të paguara, dhe kështu kur hapëm me rregulla të reja. Qeraja çdo qera e aktiviteteve, jo vetëm u dyfishuan, taksat fillun të ngriten dhe puna ishte po njëjta. Po njëjta, dhe çdo ditë dilnin pengesat të reja. Arritën një farë pike që flisa më shumë me ekonomistin se sa me klientin. Isha atëre, jo, nuk është, arritën në një nivel stresi shumë të lartë. Kur vështirësitë e biznesit nuk kishe kënaqësi. I mbivendosen kënaqësisë punës, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Dhe thash, jo, nuk është kjo jetë që duhet bëj unë, okej, mirë të kesh aktivitetin tatë, është kënaqësi, po jo që të jem sklav. Arrita të punoja 10-11 orë në ditë që të rria, që të mbaj dyqanin. Nga ty pastaj vendosa, kisha nevojë për një vend ku të qetësoja. Dhe është bërë një eksperiencë të vogël, një vjeçare në Tenerife, Isole Kanare. Bëra një eksperiencë vogël aty, po nuk u përshtata se ishte akoma ishte komplet anarki, vend shumë i bukur, po anarki komplet, nuk mund të hapje biznes aty. Thjesht punoje me turistë, po, as punën time, punë tjera, po se duhet të isha shumë i lirë. Nga aty pastaj erdhi koha, thash, do ikin në Shqipëri, sepse prindet e mi u kthyen në Shqipëri, dolën pension në Itali dhe u kthyen në Shqipëri, ne jetojmë Durrës. Dhe thash, rregull. Dhe ato mund të kenë nevojë që t'i ndihmoj, sepse mosha bën vetën, Mund të jetë edhe një eksperiencë e re. Erdha në Shqipëri dhe më pëlqeu. Unë maja me në Shqipëri në 98, 99, se kisha ardhur që atëherë? Fare. Vetëm një herë, po 2 ditë, kam qenë 15 vjeç. Po, dhe atëherë nuk e vlerëson siç duhet. Ishim këtu për qëllim tjetër, po. Dhe, ne thash. Dhe me, si që thash, me mas luftë, sa kishe më ruar, thash. Dhe, pash gjërat buka. Kur u ktheve në 2021? Jo, 2023. 2023, 2024. Ajo verë jam kthyer. Dhe ndërkohë dhe disa kushurit mi, që kam pas eksperjenca jashtë Shqipërisë, kush 2-3 vite para meje, kush 5 vite para, u ishin kthyer që jetojnë banojnë këtu në Tiranë. Dhe u bashkuam. Ne u lidhëm dhe fillum duke fol, kështu Shqipëria, rrjedha, vjen vetë. Dhe
Mbas asaj, duke njohur me disa persona, po më pëlqente duke studiuar edhe pak Shqipërinë, që shifja shumë investime, po niveli i shërbimit ishte pak i ulët. Okay? Profesionalizmi është i ulët. Profesionalizmi është i ulët. Dhe isha i habitur, thoya, si është mundur të bësh një investim ke një lokal ose ke një parrukier berber të këtij niveli, po kur shkon ke shërbimi dhe ke çmimi është shumë i ulët. Nuk e vlerëson. Është një kontrast i madh, investimi i godinës me shërbimin nuk ka një balancë. Shumë të madh, është vërtet. Dhe kërkoja të shikoja, kuptoja pse. Dhe pse ishte përgatitja e personave e të rinjve që do aplikonin atë aktivitet, atë shërbim. Aty u lidha, pata fatin që u lidha me shkollën Akademi New Generation, të në Tiranë, e cila është një akademi e akredituar, e vetmi akredituar nga ana ndërkombëtare, me akreditim gjerman, dhe u lidhëm, folëm, kemi njëjtën energji dhe njëjtën koncept pune, dhe kemi filluar një perkors, një rrugë që të ngrejmë si objektiv nivelin profesional dhe të përgatisim nxënësit në atë nivel. Sepse kur unë kur fillova të punoja ke New Generation, kam pas rast edhe me akademi tjera, por nuk kishin nivelin e New Generation dhe si mësim, si përgatitje, si organizimi i punës, marrëveshjet, pedagogët e tjerë që punojnë aty janë nivel shumë të lartë, okay? Dhe u thash, mendova, ky është vendi i cili do jetë si pretekst, jo si pretekst, mund të jetë fjalë e gabuar, po si një mundësi. Si një mundësi ku neve pedagog të lartë nga niveli profesional do nxjerrim nga kjo shkollë persona të lartë nga niveli profesional që të vlerësojmë punën tonë. Po sepse është e vetmja mënyrë që të bëjmë ndryshimin. Që të bëjmë ndryshimin, po së rritëm generacionin e ri. Arsimimi, nivelin akademik. Shqipëri ka shumë shkollë akademike tharasin, ku të përshtaten më shumë për shembull nga ana e praktikës së saj teorisë. Kurse ne ke New Generation vlerësojmë shumë anën teorike. Sa e rëndësishme është ana teorike? Shumë, mos them 50-50, por nëse ti nuk je përgatitur nga ana teorike, nuk mund ta bësh në mënyrë perfekte anën praktike, sepse nga ana praktike në rregull mund të mësoj 2-3 gjëra, po aq mund të mësosh. Që të zgjidhim punë ke një dyqan mediokër, në Shqipëri, po nuk të rrisi nga ana profesionale, ti aty do rrish. Sepse nuk din bazën. Sepse i hyn brëndësi në rast se kombinon teorinë me praktikën. Bravo. Domethënë, kur para se me të mësuar se si aplikohet një bojë ngjyrë, një bojë, duhet dish bazën, duhet dish kimin, biologjin, duhet të njohësh flokun, duhet të njohësh lëkurën, ka shumë gjëra, strukturën e flokut, bojrat, komponimin e bojrave, kartelën e ngjyrave. Ka shumë gjëra, okay? Nuk është vetëm që bën aq e thjeshtë. Dhe mund të krijosh dhe në fakt është edhe shumë e rrezikshme sepse ka ndodhur shumë probleme dhe pasoja shumë të rënda. Qartë. Dhe pikërisht për këtë nuk është korrekte, nuk mund të pranojmë një gjë të tillë. Atë ti duhet studiosh. Duhet studiosh që pastaj të kalosh ke praktika. Që është hapi i dytë. Po pas ditë teorinë nuk do jesh gati për tregun. Sidomos tani në Shqipëri jemi duke u rritur. Në Tiranë kanë ardhur shumë, shikoj, ka akoma shumë diferencë me qytetet e tjera, po Tirana është duke u rritur nga ana profesionale shumë shpejt. Shumë turistë kanë ardhur të jetojnë këtu, dhe ato kërkojnë shërbimin që gjen jashtë ke vendet e tyre. Dhe nëse ne nuk jemi gati t'ia japim, do shkojnë vetë tjetër ose do vinë ndonjëri mas nesh që do ja japi këtë shërbim. Dhe është gjunaf, sepse jemi ke ajo fazë që duhet ta kapim. Jemi në fazën ku është dhënë një mundësi. Na është dhënë një mundësi që nuk e kanë tjerë. Dhe duhet ta përfitojmë, duhet përfitojmë kjo mundësi. Është gjunaf ta humbim. Dhe akademia ku unë punoj është e këtij niveli. Ne jemi të përgatitur, jemi gati,
që të krijojmë parukier, stilist, estetik të ri, nga make-upi, nga çdo sektor. Si i shef të rinjt, janë të apasionuar ose ato që vinë thjesht për të marrë një profesion që të përfitojnë nga ana monetare apo e kanë vërtet pasionet? Atëre, janë që të dy. Kemi gjithë rastet, okay. Objektivi jonë është që edhe ato që vinë vetëm të përfitojnë nga ana monetare, t'i kthejmë dhe që mos ta shohin vetëm si fitim nga ana monetare, por ta shohin si kulturë. Ta shohin si një traditë që ka shumë shekuj që ekziston dhe si një eksperiencë, si puna ku ato mund të rriten dhe mund të kenë jo vetëm përfitim monetar, po dhe kulturor. Satisfaksione profesionale, të kenë mundësi të bashkëpunojmë edhe jashtë shtetit. Dhe nuk është vetëm të marrësh rrogën minimale ke një berber ose ke një parukier, se nuk është ajo parukeria. Pse nuk është kjo? Sepse do vi një mosh që fiziku jo nuk do përballoj me ritmin. Nuk e përballon dot. Po, sepse është një punë e lodhshme. Është një punë e lodhshme dhe nëse ti nuk je i përgatitur, nuk do gjatë gjithë këto viteve, nuk je rritur, nuk je përgatitur nga ana profesionale, mbas te do vi njëri që ti do jesh 40 vjeç, 45 vjeç, do vi ai 18 vjeç që ka 3 herë energji më shumë se ty. Dhe do të marrë vendin e punës dhe ti do ngelesh pa profesion. Sepse s'do gjesh një tjetër që do të marrin punë 45 vjeç. Po, është vërtet. Objektivi jonë është që të krijojmë persona që fillojnë bëjnë eksperiencën që duhet, është e nevojshme, të jetë një eksperiencë si punëtor, po që të hapësh dyqanin, të hapësh aktivitetin tatë. Në fakt neve si akademi. Shumë me që, më falë që ndërpres, me që dole ke dyqani ka aktiviteti. Shumë dyqane hapen këtu në Shqipëri, sidomos në fushën e meshkujve, vitet e fundit kanë filluar vetëm te rruga jonë, po të vëshret çdo 30 metër ke nga një. Është e vërtet dhe ky është një problem. Ky është një problem që tani është duke u zgjidhur me titullin mjeshtër. Me titull ka dalë ky titull i mjeshtër që është shkolla jonë është një nga shkollat e kredituara për të dhënë këtë titull mjeshtër, nëse ti bën 2 vjet shkollë, është shkollë 2 vjeçare, pastaj bësh ndihmës mjeshtër dhe mjeshtër me diplomë, me certifikat që njihen nga shteti shqiptar. Okej, dhe ti aktualisht nuk mund të hapësh sot e kësaj dite një aktivitet në emrin tat, NIPT-in. Nuk mund të hapësh nëse nuk ke pajisur me titullin mjeshtër. Kjo ka një vit e gjys që ka hyrë si ligj, okay? Kështu që besoj me këtë ligj do ketë më pak, do selektohet. Do ketë më pak, por ose para se të hapësh do jenë me vërtet profesionistë të sektorit. Jo persona që hapin sepse bëjnë një kurs 2 mujor ose 3 mujor, mësojnë ABC-n dhe hapin dyqanin. Sepse çdo gjë tjetër mësojnë nga YouTube-i, po jo në mënyrë korrekte. Me që nxorë ke YouTube, mund të mësojmë nga YouTube, mund të bëhemi profesionist nga YouTube? Jo? Jo, nuk bësh profesor. Ti nga YouTube edhe nëse unë jam një talent i lindur. Nëse atëherë çdo talent duhet ketë, sepse atë gjërat ndahen. Është talenti dhe ai që krijohet, që arrin rezultatin dhe pa talentin, po me punën, me sakrificë. Okej, janë çdo dy kategoritë mund të arrisin rezultatin. Ai që ka talentin mund të arrisë rezultatin, po do zgjasë shumë pak. Sepse do arrisë një farpike që do i mungoj baza. Që ky tjetër e ka. Nuk është afatgjatë. Nuk është afatgjatë, sepse nuk mjafton vetëm talenti. Ke çdo punë, ke çdo nga sporti, nga restoracioni, nga parukieri, nuk mjafton talenti që të krijosh një ardhmë tate. Duhet struktuar, prandaj ekzistojnë akademitë, ekzistojnë shkolla, sepse duhet të mësosh me vërtet nga ana teorike. Duhet të mësosh bazat e cilat herë që ti ke talenti jot të shpërthej. Aty mund të çlirosh me talentin tat që do të çojë ke një nivel shumë më i lartë. Po sepse në fakt ky edukimi nga YouTube është aplikohet në shumë fusha. Edhe jo çdo informacion është aq i strukturuar edhe aq i plot sa që mund ta marrësh në një akademi ose institucion. Kjo është vërtet. Kjo është pikërisht për këtë. Neve nuk mund të mësojmë vetëm nga YouTube. YouTube na jep stimull, na jep ide.
Okay? Dhe segretet punës, që nuk jepen direkte, po që ti kap. Po. Ti kap, sepse do s'don. Po, me Eksakt. kur arrin e futesh në fush, i kupton ato trupet. Po ti do të kuptosh pse bëhet ajo punë. Pse ka gërshon në atë arsye. Pse flokët kapen në atë gradacion. Pse ngjyra del me këtë tonalitet ose me tonalitetin tjetër. Ja e dole në rregull, po pse? Si? Çfarë sjell? Kush është mënyra që të arrisësh aty? Është një rrugë gjatë që ta. Dhe arsyeja. Pse ka rregull, po pse unë duhet ta bëj një flok bjond ose më vetë që ta bëj brun ose të kuq? Duhet ka shumë pikpyetje që YouTube nuk të mëson. Webi nuk të mëson. Ose nga njëra edhe të keq informon, në fakt, se tani janë bërë gjithë profesionistë. Gjithë. Shumë herë të keq informon. Ne shikojmë dhe këtë nxënësit, jo punë kam parë ke YouTube që bëhet kështu. Mua më ka qelluar shumë herë që i kam thënë nxënësit, "Ok, rregull. Atëre. Bëjmë si thuti." Për provokim normalisht, i japja, i kam dhënë makinet të dorë, i kam treguar si bëhet, e thash, "Tani bëhet ti." Domethënë, bëra të njëjtën gjë që ti ke pa ke YouTube-i. E pe këtu live, tani bëhet ti. Pas 5 minutash që e vjen ke vënë, tha, kërkoj ndjes, po më shpjegoj si bëhet, sepse unë nuk e di. Nuk ishte aq e nuk është aq e thjeshtë sa duket, okay. Unë se kuptoj, tha, pse s'po më del ashtu si do ti. Atëherë kthehemi mbrapsht, dhe fillojmë një rrugë. Nga aja. Shumë vete duhet t'i vesh. Okej, rregull. Nuk do të mësosh ti, e bëjmë ndryshe. Po, funksionon, është më mirë kur e vën në provë. Do ta vesh në provë, sidomos persone që për fatkeqësi nuk kanë atë nivel kulturor të avancuar që vjen nga familja, okay, që nuk arrin të kuptojnë që duhet mësosh që të kesh bësh diçka. Edhe po ka dhe shumë persona, ne kemi shumë studentë që janë përgatitur. Janë përgatitur, vinë me intencionin që okay, unë do bëhem dikush. Unë do bëhem dikush. Do mësoj, do ndjek profesionistin, do ndjek rregullat edhe do arris rezultati. Dhe unë besoj që ka Akademia New Generation, ne çdo nxënës që del nga ty me certifikat, sot e kësaj dite ka një vlerë. Ç'mendim ke ti për stilin e meshkujve? Me që je i fokusuar më shumë te meshkujt, mos gaboj apo unë jam 360 gradë. Unë jam berber dhe paruker. Paruker dhe berber. Ke akademia, unë jam pedagog dhe për kurset berber dhe për 2 vjeçarët, që është një për parukere. Nga që ti del, një paruker profesionist. Po mirë, me që e nisëm ke meshkujt, ndalem me ke meshkujt. Kur ke ardhur në Shqipëri? Okej. Kur kam ardhur në Shqipëri. Si të është dukur stili i meshkujve shqiptar, se Albani ka një shprehje, pa ofendim, thotë qeten gjithë si kokshpulla, thotë dalin gjithë me të njëjtën e njësoj. Okej. Edhe më bëri përshtypje se edhe nipi im që është 13 vjeç, jeton në Itali, kur ka ardhur këtu që vjen shpesh me pushime, thotë pse në Shqipëri qeten gjithë njësoj, dhe aty që është fëmijë i ka bërë përshtypje. Si mendon ti për këtë? Shqipëria është njësoj si jugu Italisë. Shqipëria është njësoj identik, flasim nga ana e flokëve, nga ana e stilit. Janë si jugu Italisë. Ka dalë kjo moda e prerjeve së jugut Amerikës, okay, se ato e sollën, që janë disa forma si buzz cut, taper fade, light fade, skin fade, që janë gjithë njësoj. Kush kurtur, me ballukën këtu, qethur, me fade-in. Pavarësisht formës kokës që kanë, kujt i shkon, kujt nuk i shkon. Është moda. Thonë që është moda dhe... Edhe ai fade i realizohet në një mënyrë shumë jo fade. Pikërisht. Sepse e realizojnë personin që nuk di se si të realizojnë të fade-in. Dhe ku të realizojnë. Se në rregull mund bëhet, po ndryshoj, unë i them gjithmonë personave. Ne kemi fati, apo jo është moda, jo, modën e krijojmë ne. Një gjë që nuk të shkon. Gjithse kush që ka modën e vet. Ne jemi ne që krijojmë vetë modën. Çfarë më shkon mua, nuk mund të shkoj ty, ose edhe mund të shkoj. Mua nuk më shkon çfarë të shkon ty, se unë jam femër, ti je mashkull, po që. Tasim për. Se bëj shaka. Ka femër me flokë të shkurtra, jo qeros. Dhe e them, veçanto. Ti do të jemi të veçantë. Kemi fati që jemi Zoti na ka bërë. Zoti na ka bërë të veçantë. Larmishëm. Po pse do shkojmë kopjoj? Se duhet ta shuajmë atë larmin. Po. Jemi veçantë, kemi stilin tim.
Tri bukur unë, që kur një person të më shikoj, thotë, okay, ai është Ani, ose ai është Marko, nuk e di, është Lorena. Kështu duhet të funksionoj, sepse ti ke një stil tatin, sa Nga bukur e vjen vet. kjo nga mungesa e profesionalizmit apo dhe nga shija e pakultivuar e vetë Shija e shqiptarëve? pakultivuar. Apo është kombinimi të dyve? Edhe kombinimi të dyve. Njëra për mua ka një influencë më të madhe. Kush ka më shumë influencë? Kultura. E pa nuk e kultura, do të thonë, nga ana e përshtypjes që do bësh këtë persona. Sepse funksionon gjithmonë kështu, është një person që mund të jetë një model, ose një futbollist, ose një ke Big Brother, nuk e them bëj një emër, jo emër personi. Po nuk e ndjek po. Asun, po janë këto gjëra që shikojnë, bravo. Janë disa figura që vendosin modën. Që kanë sukses, që kanë edhe sukses, dhe filloni pari ke një shoqëri që e kopjon, ka sukses në këty, dhe gjithë tjerët. Unë e justifikoj këtë të mosha adoleshencës ku nuk janë formuar. E justifikoj edhe unë aty. Problemi është kur ti e rritur 30-40 imitacione. Problemi kulturës. Problemi kulturës, sepse është kultura që nuk, mungesa e kulturës që nuk të lejon që ta kalosh këtë. Ti si profesionist që je, në rast se unë vi, në rast se unë jo po albanizëm. Këshilloj. Vjen edhe të thotë që e dua këtë stilin kështu. Edhe insistona edhe ati nuk i shkon. Si e menaxhon këtë situatë? Objektivi im është që jo që t'i ndroj mendje, po që ta bisedojmë. Është konsult profesionale, bisedojmë. Unë them arsyet e mia si profesionist dhe pse ti mund të arrisim këtë rezultat ose nuk mund ta bëjmë. Ti insiston. Ke pasur ndonjëherë kështu eksperiencë? Kam pasur. Që ishte kokë fortë ai pa bindur? Po, edhe nuk ja kam plotësuar, sepse është vërtet që ne japim një shërbim publikut. Po ky person del me firmën tonë. Rrezikon emrin po. Rrezikon emrin tonë. Aty është Ani Hida. Dhe personi i parë që do e shikoj, dhe thotë, kush s'ka prej flokët ty? Përshi sa ke qenë gjatë. Ai nuk do shkoj ti thotë, shikoj që unë ja kërkova kështu. Do thotë, i kam prej ke Ani. Se gjithmonë është gjë normale që kjo funksionon kështu. Po kaman edhe nga ato klientë që thonë që të nxjerrin namin e keq si i theminesë, se thonë që në rast se shkoj unë ke Ani, ai nuk mbën siç dua unë. Rregull, janë persona që nuk duhet të rrinë brenda ke dyqani jot, sepse sjellin energji negative. Sjellin energji negative dhe ke klientët e tjerë. Kështu që më mirë ti humër se klient se sa ti kesh atë. Ti që i vendosur edhe që ke këtë kulturë, po shumica e dyqaneve këtu mjafton që ju shkon një klient edhe nuk është do ke rregull, po s'do ke rrugë gjatë nga ana profesionale. Sepse do shumë kohë, do shumë vite dhe lidhemi prapë ke rritja profesionale, nxënësit që ndalin, personat e ri që do hapin aktivitetet, janë të konstruar nga ana profesionale me këtë mendim. Me këtë plan psikologjike, Kështu që do dalin njëri tjetri dhe këto persona që nuk do kenë më mundësi që të krijojnë të bëjnë një dëm ty si imazhin, sepse ty do të vlerësoj vetë puna. Do të vlerësoj vetë puna. Por i kthejmë prapë te stili meshkut, dhe të sqarojmë me një dy pika. Po. Në Shqipëri shumica vitet e fundit blejnë gjithë mjekër, pavarësisht formës së fytyrës, po për këtë aspekt ç'mendim ke? Mjekra më pëlqen. Unë kam pasur dhe mjekër të gjatë, ku kam pasur flokët. A duhet ta mbajnë gjithë? Jo. Më mirë. Se po thonë, unë kam pas mjekër gjatë, me mustaqe, dhe mjekra ka një fat, që mund të jetë shkurtër, po dhe nëse kemi mjekër gjatë, kemi disa forma mjekre, e cila mund të përshtatet për fytyrën, ke forma fytyrës. Ka persona që që ngjanë më mirë pa mjekër ose vetëm me mustaqe, dhe aty varet nga stili. Varet nga stili jot. Ka persona që rrinë më mirë pa mjekër. Jo, pyeta nga që e përqafuan gjithë si stil, gjithë me mjekër. Po, sepse është koncepti që dukesh më i madh, më trim, më garit. Më mashkull. Më mashkull, më i fortë, Vërtet të bën edhe më të vjetër nga ana e pamjes vizuale.
të vjertëson pak. Kur ti ke faqe fytyrën e pastër, jam më angel, them unë. Faqe baby. Faqe baby, po. Kështu që sidomos të rinjt nga mosha 20 deri nga 40 vjeç janë gjithë me mjekra. Pikërisht sepse duhet të janë më të. Por mjekra e mbajnë mirë në Shqipëri? Nuk e mbajnë mirë. Nuk e më mirë, nuk e mbajnë mirë do të thotë është si pyetja që ka formën korrekte apo si e trajtojnë, sepse e gjitha ndërësim. Të gjitha, okay. Që të gjitha se flasim për 360 gradë, jemi okay. Jemi okay, sepse ka shumë duhet ta marrin sa më mirë, sidomos në shtëpi, duhet përdorim produkte, unë insistoj gjithmonë që ne si persona, si profesionist, përveç që t'ja bëjmë mirë mjekrën dhe para se një person të arrisë mjekrën, duhet ta vëmë përballë një detyre. Okej, ti do mash mjekrën, po ke këto detyrime. Do vesh kremin, do vesh vajin, do e lash me shampo për mjekrën, sepse nuk është se ju si profesionist na ngarkoni shumë o burr me kështu. Jo, nuk me produkte. Nuk ju një listë aq e gjatë produkte sa nuk kemi askohë, shumica nuk kanë as mundësi ekonomike ti ndjekin gjithë. Po, atëre, jo, nuk është e vërtetë. Duhet të gjeni një vit mesme që është më thjesht, harxhon më pak kohë edhe sa më pak lek. Duhet të jesh është njëjta gjë si kur kemi dy makina, ke një Ferrari dhe ke një makinë basilare, okay. Ti do të kesh pamjen e kështu që të jesh si një Ferrari, po nuk ke mundësi. Atëherë do të zgjedhësh rrugën, okay. Ta heqim, kush s'ka mundësi hiqen mjekra. Jo kush s'ka mundësi, por nuk mund të çdo gjë e bukur, u them që bukuria duhet vlerësohet. Kushton thua ti? Kushton çdo gjë. Po pse mund të jemi të gjithë bukur pa shpenzuar? Jo, nuk, atëherë, jo pa shpenzuar. Ti mund të kesh mjek, ti mund të jesh i bukur. Nuk flas për bukurinë, flas që të kesh mjekrën e bukur, flokët e bukura. Që mirëmbajtja kushton. Floku bukur, floku ka nevojë që të trajtohet. Se unë duhet të kem flokun e drejtë, bjondë që të vlerësohet. Është logjike që duhet blej produkte që më ndihmojnë ta kem në atë nivel. S'mund ta lej flokun kështu. Sepse atëherë nuk do dalë asnjëherë i bukur. Nuk mund dalë se ai që ka qenë ka dalë në televizor. Ose si foto që ty të tregojnë. Po, foto normalisht ka 100.000 trajtime dhe është një moment. Jo, është edhe një instant. Është një instant që ti e merr. Po edhe modelja më e bukur që ekziston, po trajtime flokësh. Normalisht. Bën trajtime, nuk është mundur që ajo të zgjat mjesat këtë atë pamje. Shkëlqim floku. E harrojnë, nuk ekziston. Dhe mjekra është njëjta gjë, sidomos sepse neve burrat mjekra është kur kemi mjekrë gjatë e prekim. Duke prekur mjekrën sepse i stresuar, është antistres, okay? E bën pis, e shkpul, futet. Atëherë normal që duhet bësh një intervent. Sepse ke krijuar një dëm. Dhe që të bësh të intervent, normalisht ka një kosto. E sqaruam dhe mjekrën. Është logjike. Dua të sqaroj pak mbjelljen e flokëve të meshkujt. Ja, në flokëve. Janë disa persona që janë pro dhe disa kundër. Jo, më shumë ti si profesionist si e shikon, më shumë është mungesë sigurie te individi. Mund të jetë mungesë sigurie. Që kanë rënë prej sidomos në Shqipëri e shoh në mas. Dalin grup madje shoqëror, 2-3 çuna janë shokë dhe kanë bërë të gjithë ndërhyrjen njëkohësisht. Mund të jetë mungesë sigurie ke vetja vet. Këtë mund të jetë është një përqindje lartë mungesë sigurie. Por mu është një trajtim që ka suksese, po dhe nuk mund të ketë sukses. Ashtu si ne e mendojmë. Varet nga niveli klinikës që të aplikon. Edhe jashtëtit dhe këtu në Shqipëri. Unë personalisht nuk e këshilloj asnjëherë. Pse? Sepse është një trajtim, ti nuk e din fillim, po është një rrugë që ty do të zgjasë 1 vit 2 vite. Nuk mbaron ditën që ti mbaron operacionin. Ajo është më e pakta. Ti pastaj do vazhdosh, do bësh për 1 vit, nuk mund të do kesh një rënje prapë të flokut, do kesh një shpenzim ekonomik të lartë, sepse do bësh një trajtim për 1 vjeçar me produkte që t'jap klinika, që janë produkte që kushtojnë.
rezultati nga ana alimentare, nga ana e nutricionismit, nga ana e ushqyesë, do jesh i kujdesshëm, nuk do kesh pengesa, nuk je i lirë. Pastaj do shpresosh gjithmonë që në fund fare efekti që ti mendoje të dalë ai dëshirë. Se shumë vit, shumë herë del gati faso, duket shumë del si stamp. Do më thënë këto janë të vërteta që nuk i tregojnë gjithë se shumica thonë mbaron punë me 1.500 euro. Jo. 1.500 euro ty të kushton ato 2 ditë qetër. Kur ti hyn, përgatitja se kur shkon jashtë shtetit, avioni, rrugën, okay. Por pastaj edhe mbaron deri nga klinika pastaj fillon një rrugë tjetër. Po nga ana estetike si duket dy një mashkull me flokë bjell? Mua personalisht nuk më pëlqen sepse edhe dallohet. Atë që të thash përpara, shumica dallohet. Shumica dallohet dhe nuk është natyral. Duket kur ke një flokë natyral, duket kur se ke natyral. Sidomos ne profesionistët e kuptojmë direkt. E kuptojmë. Po edhe një sy që është pak i trajnuar po. Ka patur një diskutim me mikun ton fakt që kishte bërë njëri nga rrjeti shoqëror si trajtim mbjellje në flokëve, edhe po diskutonim se unë i thash që ç'është kjo mungesë e theksuar sigurinë vetvete. Jo, tha, pse mendon kështu, tha, se ai ka lindur me flokë. Po është një proces jetë, të gjithë me flokë kanë lindur. Por që është një proces që të vjen gradualisht edhe i shkon çdo personi. Tha, po sa mirë ju femrat bënin ndërhyrje, po normalisht thash jo të gjithë bëjnë ndërhyrje, është një lloj si mungesë sigurie është ajo. Pa siguri tregon që unë për shembull në një moment që më shfaqen rrudha ose kështu të shkoj të bëj ndërhyrje. Është e njëjta gjë. Jo, tha, nuk është e njëjta gjë. Jo, unë edhe kjo që theti tani dhe femrat kur shkojnë bëjnë një ndërhyrje kirurgjike, dhe unë edhe aty nuk pëlqen. Nuk jam kundër, se unë s'jam kundër asnjë gjë, është zgjedhje personale, se ty të jep më siguri, ndjesh mirë me veten tënde, nëse po bëje. Po nuk mund të detyrosh një person tjetër që të ketë mendimin tënd. Okej, unë për mua jo. Nuk sepse ne duhet të kthem për Zoti, na ka bërë kështu. Okej, duhet të jemi kështu. Duhet të jemi natyral, duhet të jemi neve vetë. Unë mendoj që identitetin. Ose ka do gënjesh në fund ditës. Veten tate, sepse mes pastaj ti do zgjosh me një person që të ka njoftë në një mënyrë ndarke nuk nesme. Okej, për të mirë se si ishte kështu. Okej. Edhe këto për mua do kesh dhe konsekuencë dhe pasoja, sepse ato siguri, atë jo siguri që ti e ke mbuluar me anën estetike, do dalin nga një anë tjetër. Sepse do dalin. Dhe do jetë më dy fishu si jo siguri, si mungesë sigurie. Kështu që, okej, rregull, aparenca ingana, thuhet, aparenca ingana. Aparenca gënjen. Se shumë herë pastaj dalin. A thua ti ndihen më mirë personat që i bëjnë këto, apo bien pjesë e këtij do bi sistemi. Do bi, sepse do arrin një moment që fillimisht ti ndjesh mirë me veten tënde, ndjesh i sigurt, po siç thash përpara, do arrin një moment që do shpërthej diku dhe mund të shpërthej akoma më keq për një gjë banale. Është vërtet. Ta kanë bërë këtë pyetje aty që ti je profesionist se si mbjell flokët. Po, shumë herë. Edhe unë kam thënë se të mia, mund ndjem mirë kështu. Mungesa flokë, unë kam bërë vetë, atëre, unë kam flokun e kam trallë. Në 2010-ën, 2012-ën, fillova të kisha, nuk, dhe duke i prerë, nuk i stiloja, nuk pëlqente stilimi. Nuk më rinin flokët si doja unë. Okej, thash, mjaft. Nuk mund dilja me stres, sepse dilja nga shtëpia me një farë stili, dhe mas 2 orësh... Që nuk ndiheshe mirë. Dhe mas 2 orësh nuk kisha mirë, sepse nuk kisha ashtu flokë. Dhe thash, ditë shke, unë dhe pres gjitha. Duhet t'jem rahat. I preva, gjithë më thajnë që rri mirë, okej, me fat. Edhe vazhdova. Kam pasi që më shumë duk të këtu, klasin kam qenë 20 vjeç, të jam 38 vjeç, kështu që ka kaluar pak vite, por ka dhënë mu pikërisht
Prerja e flokëve më ka dhënë më shumë siguri. Po sepse siguria është e brendshme normalisht. Ka dhënë më shumë siguri, domethënë, okay, kam heqë hall. Një problem. Edhe hoqja jo nga ana estetike, se mund të kisha bërë shumë mirë, mund të kisha bërë një terapeutë. Kam pas shumë mundësi nga ana profesionale. Po, duke që ata i brendshëm. Vetë i brendshëm, lidhje profesionale kisha më bërë dhe falas fare. Okej, nuk është se punë ekonomike, është punë që nuk e shoh të arsyeshme. Por nuk ndaloj asnjërin ta bëjë. Jo, normalisht secili ka zgjedhje. Absolutisht. Unë ato që pëlqej të jap një mesazh është që them pak edhe nga ana profesionale, kush ka dëshirë që të mësoj këtë profesion, të jetë i përgatitur dhe të përgatitet sa të zgjidhë shkollat akademike më të mira dhe ta ndjekin në mënyrë korrekte. Që të ketë maksimumin 360 gradë. Dhe këtu kthehemi prapë ka ajo që folëm, nuk vesh vetëm prerja e flokëve, por është edhe një urësia. Një urësia unë duhet të di pse një këshill si punë, si një pyetje që mund të bëj klienti, siç më bëri ti, që i thot berberit, po si thu ta bëj një terapiant, ti duhet të jesh në grad, sepse ke lexuar, ke studiuar, ti tregosh dhe efektet anësore. Ti tregosh të vërtetë. Çfarë ti tregosh si do jesh, sepse do vi ke ty ai. Po më ti që thet bëj terapianti, si doli. Do vi ke ty. Po, do të kërkoj llogari. Ti e pika referimi, ai erdhi këty për një siguri se të shef si profesionist. Po ti e ke thjesht se ti ja bie përgjigjen duke thënë, shikoni mua unë. Unë se kam përdorur si procedurë. Okej, sqarua me shkëlqyesi. Më ka ndodhur dhe shishi, parukjer qeras, më thoni. Parukjer qeras, po pse më këty do të mu të shkoj njëri të presi flokë një parukjer qeras, ai është qeras për vetë. Po në vërtet, parukjerët më të mirë në botë, janë tjetë quna. Po, në shumë fusha. Në shumë fusha. Në kuzhinë, në mod. Në mod, okej, Tony Gaja, Aldo Coppola, që janë gjithë personazhe publik, historia e parukjerisë, në rregull, që janë meshkull. Po gocat si janë me këtë stilin në Shqipëri, me këto extensionat, me këto... Mu pëlqejnë. Gocat, po. Gocat janë më shumë përpara. Kanë edhe zgjidhje më shumë ato. Dhe aty ka shumë probleme, sepse sidomos bjond, ke ngjyra bjonde. Po, gocat që e kanë fiksim gjitha të bëhen bjonde. Pikërisht, duhet të jesh bjonde. Duhet të shkoj bjondja. Duhet të shkoj bjondja dhe shkoni ke personat, ke profesionistët me vërtet që din punojnë. Jo ke persone që... Ti këshillon më shumë që të rinë në naturalitetin se sa të shkojnë Më mirë rinë ke bjonde, sepse bjondi është një ngjyrë shumë delikate. Duhet dish ta trajtosh, duhet të dieta të trajtohet nga ana e profesionistit kur ekzekuton punën, por dhe nga ty kur e për mirëmban. Sepse rrezikon të pusësh flokët. Ne flasim që ti të rrisësh bjonde, se ti të bësh bjonde, do të thotë që ne do eliminojmë çdo karakteristikë të flokut tatë natyral. Të mirë dhe të keq. Po. Do e zhbësh. Bravo. Edhe do e ribësh. Do bëjmë, si thua, pistil. Më pëlqeu kjo si. Okej. Dhe aty duhet të jesh ngrat që ta rrisësh deri që përpiqje mund ta trajtosh, mund ta keq trajtosh, okej? Që pastaj të fillojmë trajtimin e mirëmbajtjes. Ta plotësojmë, të fusim tonerin, të fusim pigmentet, që të dalë aq i bukur sa... Nga këndvështrimi jonë estetik, është më mirë që femrat të ruajnë atë ngjyrën që kanë natyrale, apo të bëjnë këto kontrastet e mëdha? Jo, nuk... Nëse një femër është ngjan mirë, vlerëson dhe ngjyrën natyrale që ka vetë, sepse ti mund të jesh një gështenjë errët, ka shumë gështenja të errëta që janë bukura. Okej. Dhe nëse ti e trajton në mënyrë mirë, korrekte, e përmirëson atë gështenjë për shembull të errët, e vlerëson me trajtime, me krema, me balsame, me shkëlqyes, s'ke nevojë që ta ndryshosh. Por nëse ti preferon ndonjë një ndryshim, sepse femrat, kjo është një gjë e vërtetë, kur ka një ndryshim ke jeta, ka një pasiguri nga mbrapa, ose kur ndodh diçka
që nuk ka lidhje me flokët, gjëja e parë që shkojnë presin flokët dhe ndrojnë në ngjyrë. Është tregues psikologjik. Po. Sa vin aty, vjen një femër thot tani do të ndryshojnë çka ka ndodhur thua aty. Gjëja e parë. Kupton çfarë ka ndodhur. Po meshkujt nuk e kanë këtë? Po, që do ndrojnë meshkujt, shkurtër i kemi, të rrisim, ja. Po ti presim fare, koma më tragjike. Aty është koma më tragjike. Kurse, që unë femrat i këshilloj që në qoftë se floku ja lejon, stili vetë ja lejon, pse mos ta bëjnë të ndryshim. Sepse do jetë një alternativë që nuk ndron karakterin, ndron vetëm një imazhin. Imazhin e ndryshon jo sepse të mungon siguria në këtë rast, po sepse do të jesh një gjë alternative, edhe mund të jesh një gjë alternative. Është sigur ndron rrobat, veshjen, një stil. Sot ke xhinse, nesër ke pantallona, kpucë elegante ose kpucë, okay. Nuk e ndron, nuk është një të gjë sikur ti mbi as flokët. Është një ndryshim tjetër. Dua t'i japësh një 2-3 këshilla bazike, jo me i listë gjatë kremrash edhe kështu, si profesionist për gjitha gratë, pa dallim moshe, se gocat e reja rrinë më shumë nëpër sallone, kanë më shumë, po ka edhe shumë shtëpiake që nuk kanë mundësi t'i ndjekin ato. A ka 2-3 këshilla bazë që asnjëherë nuk duhet janë atë këshilla bazë që unë jap, që mund t'i japim publikut janë atë gjëja kryesore, zgjedhja e shampos. Shampo duhet të jetë shampo e përshtatshme për flokun tonë. Dhe këtë zgjedhje. Po ku e dallojnë çfarë lloj floku ka? Neve duhet ta dimë, sepse nëse ne kemi një flokut me ngjyrë, me ndyrë, se kemi një lëkurë të thatë, flokut të dallojmë në shtëpi, nuk ka nevojë që na e thotë një profesionist. Pra e dallon vetë. Se të duken flokët shumë gjithmonë apo i ndyrshëm, po. Floku duket gjithmonë i pisët, i ndyrshëm, si imazhe, sepse është shumë i ndyrë. Atëherë, ti çfarë bëjmë? Gjëja e parë që ne bëjmë, lajm flokun sot, lajm flokun nesër, lajm flokun çdo ditë. Ashtu duket akoma më shumë i ndyrë. Pse? Duket më shumë i ndyrë sepse ti heq atë mbrojtëse natyrale të flokut duke larë. Ushqimin natyral. Okej, nuk është ajo zgjidhja. Zgjidhja është që ti të shkosh në rregull, dhe ke një profesionist, po edhe ti formohesh, dhe thotë çfarë shampo ke Google, çfarë shampo duhet të përdor nëse kam lëkurën me ndyrë, të dalin emrat, të dalin karakteristikat, dhe mund shkosh dhe zemra. Okej, nga në profesionale ti them shko ke supermarket, ke marketi. Po, si shteti, kush nuk ka atë mundësi ekonomike do shkoj aty, dhe ne s'mund t'i japim, s'mund t'i heqim të drejtën që mos gjithë të mirëmbajnë me mundësitë e veta. Mund ta mirëmbajmë dhe me atë. Po. Okej. Domethënë zgjedhin si fillim shampon e përshtatshëm. Shampo. Pastaj trajtimi, balsami. Okej. Coca Light 3 herë maksimumi në javë. Jo më shumë, se heqin mbrojtëse natyrale. Dhe balsami duhet të jetë i lidhur me shampon që ne përdorim. Duhet të jetë e njëjta markë. Jo, i lidhur. O i njëjta markë ose i lidhur, domethënë duhet të ketë njëjtën trajtim. Se unë marr një shampo për flokun me ndyrë, okay. Edhe balsami duhet të jetë nuk duhet të jetë me vaj, sepse duhet me i vajosur, duhet të jetë më shumë si krem, sepse ka karakteristika tjera. Kjo është gjë shumë kryesore. Këto janë dy hapa të thjeshtë që mund t'i bëjmë gjithë. Dhe pastaj informacioni, okay, si kemë jo që të përdorësh pjastrën 3 herë në ditë. Sepse e dëmton flokun. Ka persona që përdorin 3 herë në ditë? Po, gocat e reja gjitha. Se kisha gjuhë. Po, sepse do e përdorim mjesht, do e përdorim mas dite me dalë me shoqet, do e përdorim darkë me dalë me... Po pse nuk mban përdorimi... Po varet se çfarë bën ti. Varet çfarë bën. Se ti do shkosh shumë punë, do përdorësh pjastrën, do shkosh shumë punë, do gjersisësh, zmogu, okay. Prishet. Mjafton pak lagështi dhe pjastra nuk mban më. Të dalësh mas dite, ka. Ose sot tani po i bëj drejta, po pastaj du t'i bëj pak me onde, dhe përdorësh mashin. Mbi vendosje stilimi është e gabuar. Domethënë kur e stilon një ditë duhet ta lësh hapësirë, pastaj po sa më pak ta trajtosh flokun me instrumente profesionale, aq më mirë është, sepse po prap japim nxehtësi të fortë flokut. Shkojmë me tharsi që ka një nxehtësi të fortë, mashi ka një nxehtësi të fortë. Okej, do e bëjmë një herë. Darkë, mund ta bëjmë para se nëse jemi të detyruar, po sa më pak ta përdorim
si në ditë, aq më mirë është. Këto janë këshillat që neve mund t'i jap që janë e kemi në dorë gjithë, mund t'i bëjmë këshillat e thjeshta, po jo të komplikuar. Pastaj kush ka nerva, lekë dhe energji, le të shkoj. Po, shiko, të them edhe diçka, këtu më flas profesionistave që kanë aktivitete. Unë për shembull e bëja ke aktiviteti im në Itali. Qofse është vërtet që ne kushton sot e kësaj dite të shkosh ke parukjerja. Po, desha ta has edhe këtë pikë në fakt. Kushton. Janë, si mendon ti, janë të kushtueshme për atë që ofrojnë? Atëherë, për rrogën që është në Shqipëri, parukjerët janë të kushtueshëm. Janë të kushtueshëm, po nuk është faj parukjerëve. Okej? Berberët nuk kushtojnë. Nego, edhe për mu duhet të arrisin. Sepse nuk është e palogjikshme të kushtoj 5 euro, 10.000 lekë, 5.000 lekë, 10.000 lekë një qefe floku. 5 euro s'para gjend tashmë. 5.000 lekë ka sot. Shumica kanë shkuar te 10. Ke 10 se i bëjnë dhe mjekrën. Po ta siguroj që Durrës është plot me 5.000 lekë. Shkonin Durrës. Jo, më të shkoj. Plus karburant. Jo del më lirë. Po, ke parukeria, ka dyqane që kushton. Okej. Dhe unë një këshill im që jap dhe ka bërë që të ndjej mirë. Okej. Kur kisha aktivitetin në Itali, kisha persona që klient të fidelizuar, fix, okay? Që një farë dite nuk kishin mundësi të vinin. Dhe i ndaloja, pinim kafe bashkë, dhe pse s'po vjen? Dhe sa kuptova kush ishte motivi real, sepse kishin pash vështirësi ekonomike. Edhe nga ana ime, okay, gjëja e parë që i thash, jo, ti do hajde ke mu, se i pash flokët që s'ishin bukur. Thash, jo, hajde ke mu. Hajde ke mu, se diu se si të sjellju me ty. Okay? Po hajde ke mu, sepse ti meriton, pas mund ta bëj me gjithë, se del deficit, okay? Po, ke parasysh ato 2-3 persone, kliente që kanë qenë besnik ndaj teje dhe që janë në vështirësi, po, ja bla. Se vështirësitë i ndodhin gjithë personave. Me sot tek mu, nesër ke ti. Okay? Ti japi mundësinë, dhe që the ti, jo gjithë kanë mundësinë të, okay? Po se një person ka qenë korrekt, jepi mundësinë që të vazhdoj të vijë tjetë klient, jo. Gjeje ti mundësinë, okay? Po. Bëj lëshime ke klientët besnik, po, edhe që ta vlerësojnë punën. Ta vlerësojnë, dhe kjo gjë do ta dinë, jo vetëm klientët, po këto pikërisht këto klientë do të cihen aq më shumë punë. Sepse do ta ndinë për ne. Normalisht ti s'duhet t'ia thush, ëh? Po. S'duhet t'ia thush, shikoj që po të bëj ulje, po bëj sepse e bën edhe të ndihet pak si kështu. Ai s'duhet ndihet siklet. Duhet ta bësh të ndihet i vlerësuar. Bravo, ti një gjë do e paguaj ai këtë dyqan jot, në rregull. Po atë që është promocion këtë muaj. E gjen vetë, ka shumë. E bën mirësinë me finesë. Bravo. Bravo, se mund t'i bim sendën një personi. Okej. Është shumë gjest të bukur në fakt, sikur ta. Unë e kam bërë dhe kam pas me vërtet, unë e kam bërë me zemër dhe shifja ke personi tjetër që ishte i kënaqur, kisha bërë të lumtur. Kisha bërë të lumtur, edhe pse jo. Kur kemi mundësi, pse jo, mos bëjmë mirë. Brava, kur kemi mundësi, mos jemi kaq ngushtë, kaq tegër. Njerëz. Po, është vërtet na mungon fakt. Na mungon. Interneti për mua, joja e internetit webi ka heq shumë nga pjesa njerëzore, po. Jemi bërë gjithë si mekanizëm, si kompjuter, si robot. Nuk dim çfarë është fjala mirë sot e kësaj dite. Na ka zhveshur nga emocionet. Nuk emocione, jemi bërë gjithë materialist. Shumica janë materialist, që është gjë më e keqe. Ti je materialist. Se nuk e shoh po promovohet kjo anë, prandaj dhe shumica e kanë huazuar, sidomos të rinjt që akoma nuk kanë krijuar karakterin. I promovohet materializmi gjatë gjithë kohës. Që kur janë të vegjël deri kur rritet. Është gjë shumë që humb çdo vlerë të personit. Si mund ta ndryshojmë këtë, ta fusim si mekanizëm shumë në shkollë? Shkolla është e para. Shkolla është akademitë tona, shkollat janë të parat ku duhet të luftojnë. Ke kjo fushë. Po sot e kësaj dite janë të parat që nuk merren me këtë fushë. Nuk vlerësojnë, se shohin të arsyeshëm. Ose nuk kanë përgatitjen e dur që ta vlerësojnë, se është edhe kjo, ëh? Po. Ose sepse mund të është vërtet kur ti nuk je vetë empatik, mund ta bravo, eksakt.
Duhet është një pjesë, është një debat shumë i madh që hapet. Ktu pastaj duhet të hyjë loj familja, duhet shkollat, shoqëria, zgjidhja e shoqërisë, mënyra se si ti si person rritesh nga ana kulturore. Unë shoh fëmijë të vegjël që kanë telefonin dorë, kompjuterin dorë, dhe në dyqan, ka pas dyqan që trinte urt fëmia jepnin në iPad. Është zgjidhja më e shkurtër po. Po ç'e jo. Është zgjidhja më e shkurtër që u del shumë gjatë mbrapa. Që do e vush pastaj, sepse okej, jo, por në shoqëri e kanë gjithë. Në rregull, ku ti bimendje se në shoqëri e kanë gjithë? Në rregull. Do thotë që nuk është shoqëria për fëmijën time. Unë du që fëmija ime të lexojë një libër, du që të jetë okej ke webi, okej, po të jetë i kontrolluar dhe aty, ta përdorin në mënyrë korrekte, saktë. Jo që të jetë skllav, jo që të jetë bëhet skllav i kësaj. Dhe kjo gjë ne do e vuajmë. Sot e kësaj dite mu vjen keq ta them, por nuk shoh rrugëzidhje. Jo Shqipëri, gjithë botën, gjithë botën, shoqëria. Nëse kemi në Shqipëri më të theksuar këtë për çështje kulture, këtë sjelljen me fëmijën me këto pajisje. Edhe në Itali, edhe në Spanjë. Jo, është problem që ka gjithë botë, global. Nuk është problem. Prandaj them, është shumë e vështirë që të ndrohet. Kemi arritur një pikë që s'ka rrugë kthimi. Ka vetëm të ndalojmë, ta mbrojmë sa më shumë, krijojmë sa më shumë pengesa që të eci përpara, si gjë negative, po që ta ndalosh. Ka forca magjore, ka forca më të mëdha se ne personat normal, që nuk të na lejojnë asnjëherë që të ndrohet kjo gjë. Po mirë, ne mund të bëjmë ata anën tonë. Ne kemi faktor, që një ditë vetës time për shembull ti e transmeton te nxënësit e tu, te klientët, ke bërë një përpjekje. Kam ndërgjegjen. Dashje pa dashje, në mos nga 100 vet, 20 do e dëgjojnë ose 10. Është rezultat i madh, të arrisësh 10 vet, është rezultat fantastik. Po pak të je ndërgjegjshëm me veten tati që thua, okay, unë timen e bëra, tani s'do i vej pushkën në kokë tjetër që do bëhet si unë ose s'ka. Në rast se i drejtojmë pushkën na arrim rezultat kundër. Kundër, po. Kështu që neve të jemi të qartë, kemi idetë tona. Shumë kemi dorë. Më përmend ndonjë gjë tjetër që ty duket shqetësuese ose që nuk shkon në shoqëri përveç kësaj që hasëm tash. Shoqëri ka shumë është invidia. Zilia shumë e madhe. E kam parë shumë në Shqipëri shumë të fokusuar zili. Nuk e di pse. E kemi ne më të theksuar, mendon? Po. Tu kam parë shumë më të theksuar. Do të thënë, ti bën diçka që të nivel më të lartë se tjetri, personi konkurrenti, po them ose, ta shef si gjë negative, do të thënë kërkon të prishi punë, veç që të thotë, si arritet ti atë rezultat. Askush nuk të duar troket për sukses. Po, si arritëm, ta mësoj edhe unë që ta arris edhe unë. Jo që të krijoj problem ty sepse nuk se arris dot. Është gjë me vërtet e keqe. Unë ka rastisht shumë herë, jo në punë, ke punë e ime jo absolutisht, ke akademia një zërë, ka pas të kundër të dhe ka që një nga pika që kam qenë okej, në rregull, kur jemi zgjedhur, sepse aty kur unë kisha me një pikë, me një kategori njëri është më mirë, me një tjetër, atë ne mësojmë njëri me tjetër. Si të arrim atë që të bëhemi grup, bravo, që grupi jonë tjetë lartë. Më i suksesshëm. Jo që të krijojmë probleme, okej. Kjo ndodh ke shkolla jonë. Ke shkolla jonë ndodh kjo gjë. Dhe është gjë më e mirë. Kurse shoqëri, okej, për shembull, ka dhënë mundësia që më kanë rënë mundësia që të bëjmë edhe aktivitete të mëdha, si Miss Globi, po me shkollën, ke RTS-ja, ke Sofra e Tiranës tani, ke shumë evente, okej, dhe shikoja kur e flisja me shoqërinë, e shikoja me vërtet si zeli e keqe, më thonë. Ndjehet energjia. Ndjehet energjia, okej. Sepse kupton, kur njëri të bën një pyetje që është kurioz me vërtet, po ta bën një pyetje se se po na shet me. Është më pas normal. Po pse kemi këtë si karakter? Ndoshta nga që
Është edhe një popull që kemi ka dhënë vujtur nga shumë. sistemi. Është një popull që ka vujtur shumë Shqipëria. Që vjen Po vuajtja s'duhet të të bëjë më të përullur, si mendon? Po të çon ka ajo rrugë. Të çon ka ajo rrugë sepse këtë vujtje ti ke pasuar shumë keq. E ke përjetuar. E ke përjetuar shumë keq, okay? Dhe ti dhe familja jote. Dhe atëherë dhe nga ana e familjes nuk e pas atë kulturën që të mbronte nga kjo zili e keqe. Nuk e ke pasur. Ne jemi shtetëri, Shqipëria është një shtetëri. Meqenëse imagjinojmë që deri në 97-98 ka qenë luftë. Një shtetëri që ecur aq shumë shpejt, i rritur nga ana e strukturës aq shumë shpejt që nuk është një rritje normale kjo. Shtetet e tjera kanë dasur shumë vite që të arrinin këtë nivel. Të ndihmon dhe fat dhe ana gjeografike, sepse ne jemi në pozicion gjeografik i veçantë. Okay, kemi influenca nga shumë nga Ballkani, nga Rusia, nga Europa, po dhe gjithashtu nga ata tjetër, nga Turqia, okay, ke shumë linje që kanë këtej dhe të kanë ndihmuar të rritesh nga ana strukturave, nga ana aktiviteteve. Po ti si e gati? Po ti si e gati si shtet, si persona që e kanë filluar këtë rrugë. Që e kalim me shok. Po, nuk e kanë këtë përgatitje. Ti ke 3 vite që 3? Po, 4, 2, 3? 2 vite gjys. 2 vite gjys. Mendon se do qëndrosh këtu apo do kthesh prapë në Itali? Jo, për momentin unë jam këtu. Unë jam këtu sepse është objektivi, është një objektiv ky rol që unë kam ke akademia, mas me akademinë tënde që duhet të arris deri në fund. Duhet të arrisim deri në fund, që të nxjerrim, të ngrejmë nivelin e nxënësve, të përgatitjes që të dalin në punë. Në mënyrë korekte. Pra ke vënë një qëllim edhe po ja shkalon gjithë ato vështirësitë e tjera. Po. Nuk është një hap i rëndësishëm nga ana profesionale ime. Dhe për momentin jemi okay. Për momentin, nuk e shef kështu afat gjatë. Jo, për momentin. Unë afat gjatë unë shofa si gjë. Është kështu, një mendim im. Më pëlqen, okay, të jetoj, nuk them të jetoj ditën, të vi çfarë të vi, por as bësh gjëra gjatë, me afat gjatë. Sepse asnjëherë nuk e di. Nuk i diet asnjëherë jetës. Sot jemi nëse atë kanë thënë ty të njohur ose njerëz që që çatu desh që u ktheve këtu? Po. Se shumica vetëm duan të ikin e ti nuk po ikin gjithë, po sepse këto persona nuk dinë se si është jashtëteti në realitet. Vështirësitë që do kenë jashtëtetit. Ti merr për shembull një që ka ka bërë një diplomim si doktor, në doktoriat. Okej, shkon jashtëtetit, këtu në Shqipëri mund të jesh dikush. Se në shtetin ta. Jashtë, okay, dhe se ti je me 100 lode, me maksimumin e notave, jashtë do jesh i funit. Sepse do jenë tjerët përpara. Është ajo shpreha që buri rënd vend vet. Ja, është shumë e thjeshtë se koncept. Jashtë je një si gjithë tjerët. Vendi tat ke mundësinë që të jesh dikush. Është një këshill që unë jap personave që kanë studiuar këtu, janë diplomuar këtu dhe shkojnë jashtë shtetit sepse mendojnë që do jenë më mirë. Nuk është kështu. Nuk është kështu sepse do përplaseni me shumë vështirësi që ju se imagjinoni. Nuk imagjinoni. Unë kam qenë me fat që shumë vështirësi nuk jam përplasur sepse jam rritur atje. Jam shkolluar atje. Edhe prap pasë vështirësi edhe... Dhe prap kemi pasur vështirësi. Po, unë nuk theva jo se kisha vështirësi, është një zgjidhje ime personale. Se pate një qëllim më të lartë. Pasha një qëllim më të lartë. Unë sot e kësaj dite se duhet të them në Itali, hap aktivitetin, kam dokumentat për me hapur një aktivitet. Ditë gjuhën nuk do kem fare vështirësi, kam klientelën time, kam kontaktet e mia nga ana profesionale që hapin dyrën. Po, okay, po unë du të bëj diçka tjetër.
Jam këtu për një qëllim tjetër. Duam që të ngrejmë nivelin e shërbimit nga ana profesionale. Dhe jam i sigurt që me shkollën New Generation ne do arrisim këtë qëllim sa më lart. Unë do doja që të kishim sa më shumë shqiptar me qëllime kaq të larta dhe të përpiqeshin që të bënin një ndryshim këtu, po jo bëj zgjedhjen e parë largimin. Por që fatmirësisht kemi Shpresojmë të jemi sa më shumë. Të jemi sa më shumë. Shpresojmë të jemi sa më shumë dhe të bashkëpunojmë sa më shumë. Të lidhemi në një farë mode, siç lidhem ne. Mbështesim njëri tjetrin, po, siç u lidhem neve, siç u lidhem ne që kjo është arsyeja. Të bëhemi gjithë një dhe të arrisim me vërtet si duhet. Bashkimi bën fuqinë. Po, dhe të arrisim sa më shumë nga ana profesionale këtë shtet, sepse është gjynaf, kemi shumë mundësi. O bëhet sot, o s'bëhet më. O duhet patjetër, duhet ta kemi. Duhet të jemi më këmbgulës. Më këmbgulës. Mos shohim vetëm anën ekonomike. Sepse po nëse neve investojmë ke kjo rrugë, sigurisht do vlerësojmë edhe nga ana ekonomike me të ardhmen. Po. Sigurisht, është si një efekt ansor pozitiv në rast se përpiqesh. Është efekt brava. Si 100% që do kesh edhe një rikthim ekonomik. Po do kesh mos kënaqësi, kemi bërë diçka, okay. Unë nuk është që ndjem më faj se rinin time nuk kam bërë diçka për këtë shtet, ose s'kam qenë këtu, okay. Nuk ndjem më faj. Por, dhe këtë gjë nuk e bëj sepse e kishe ndjeja të detyrueshme. E bëj se duhet ta bëj. Është një ndjesi që është një ndjesi, duhet ta bëj sepse pse jo. Eksperiencën tënde e solle këtu. Eksperiencën time bashkohet me eksperjencat e pedagogëve që kanë nivel të lartë që gjithë bashkë të arrisim rezultate më të mira. Dhe sigurisht dhe arrisim. The shumë fjalë të bukura deri tash. Ke ndonjë gjë tjetër që do ta përmendesh ta shprehësh? Unë gjëra tjera, qëllimi jon ishte që të flisnim për profesionale dhe besoj që folëm nga më gjë që unë ju them, hajde një ke shkolla jonë, se do kem shumë. Hajde si ju mi presim gjithë. Jo. Unë përgjithësi, në fakt, të ftuarve ju them gjithë që më lini një mesazh çfarë ndjeni nga zemra për shoqërinë. Po ti përmendë pak a shumë dhe ndoshta ndonjë gjë tjetër që... Shiko, një mesazh që unë mund të lej, të jemi sa më shumë njerëzor. Të jemi sa më shumë të kuptueshëm me personat e tjerë, të heqim edhe të jemi më shumë dhe bashkëpunues? Jo, dhe t'ja dish personave tjerë. Mirënjohës. Të jemi mirënjohës me ato kategori, me ato persona që kanë arritur diçka, që kanë treguar një nivel. Do të jemi mirënjohës dhe kapim gjëra sa më të mira dhe ti rrisim si ne. Ti përmirësojmë dhe të jemi sa më shumë tapim sa më shumë horizontin sa më mendje hapur, mos mbyllemi. Këtë gjë këtu të mendje hapur e kam pikërisht për qytete pak më të vogla se Tirana. Ku ndjehet unë shoh akoma që është shumë i mbyllur mentaliteti, shumë i mbyllur. Por që mendoj se duhet bërë edhe një punë nga ana e njerëzve që kanë sipërmarrje ose kështu. Qartë. Të shkojnë sepse kjo këto politikat bashkëpunuese ose shkëmbimi i eksperiencave ndihmojnë shumë, po. Shteti do të jetë ato që tapin rrugët që ne personat e tjerë. Po fatkeqësisht aktualisht shteti s'po na hap rrugën edhe ne po mundohemi t'i hapim vetë. Si unë mund të jetë një mesazh që po japim, okay? Ti kërkojmë pikërisht atyre që të na japin mundësi të japin rrugën, okay? Të bashkëpunimin me persona si ne që, okay, i kemi gjithë karakteristika, gjithë mjetët. Tani ecim, pa pengesa, pa kthesa, okay? Seleksionojmë 2, 3, 4 tak edhe mjafton të jetë dëshira, po. Të jetë dëshira që të përmirësojmë këtë shtet.
sepse jemi ke rruga. Kemi shumë Kemi potencial. shumë potencial, ka shumë potencial. Dhe mos e humbim. Kështu që forca forca individit, forcave shteti normal. na mbështesin sa. Forcat më të mëdha se ne janë ato që duhet na ndihmojnë. Dhe mos humim, mesazh tjetër mos humim atë njerëzikun tonë që na karakterizon shqiptar, sepse shqiptarët ne jemi persona me zemër. Ne me vërtet Sa humbim atë shpirtin, atë traditën që na ka karakterizuar gjithmonë. ne. Okay, mos e humbi fare. Mirë ta forcojmë sa më shumë me nga gjëra natyrale. Shumë mesazhe të bukura, shumë interviste këndshme. Edhe mua më pëlqej, jam shumë i kënaqur që më ftua për ftesën që më radh. Që erdhe dhe je i mirëpritur prapë për projekte. Sigurisht, do rrim inovacione që do sjellë. Kemi shumë projekte në vazhdim, do lidhemi për nga ana profesionit. Kemi shumë projekte që janë në lindje dhe që mund t'i bisedojmë këtu patjetër. Je gjithmonë i mirëpritur. Faleminderit shumë.